përgëzim edhe myshde për krejt ata që e kanë kuptuar të parën, e kanë kuptuar që demokracia e keqe, e kanë kuptuar që s'ka arsyetim, nuk heshtin po folin, edhe din që kjo është rruga e pejgamberëve, edhe din që kjo është rruga që na duhet me bë vazhdimisht, edhe se kanë dert hiç për kur gjë, edhe vazhdojnë myshde për ata në ajetin e Allahut ku thot walladhina ijtanabu at-taghuta wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibad. Thot ata të cilët u distancuan, u shmangën prej tagutit, edhe ju kthyn Allahut, për ta ka përgëzim. Pra përgëzimi është për ata të cilët largohen prej tagutit edhe drejtohen Allahut. Fabashshir ibad. Edhe përgëzoj besimtarët edhe me të vërtet përgëzim për besimtarët, edhe Allah e shtoft numrin e këtyre besimtarëve, se nda e kanë kuptu këta, edhe nuk rrin anash, nuk bën për aty me të kiti kanë kuptu edhe rrin me një qosh atje, ose me një qosh xhamis, ose me një qosh atje në përcjellën miq prej internetit, edhe këtë janë me neve, ama rrin larg, po i bëhet për aty me cilët zhytën. Kur tham zhytën me trupe, me shpirtë, me krejt, për këtë thirrje. Se kjo thirrje është shumë e nevojshme. Është shumë pak që i bëhet, edhe është shumë e nevojshme. Më bëhet për atyre të cilët pejgamberi Isa alayhis salam kur thot men ansari ila Allah, qalu hawariyun nahnu ansarullah. Kur tha Isa alayhis salam, kush janë ndihmësit tem në këtë rrugën që e kam marrë, ata hawariyun thot najna ndihmësit e tu. Edhe krejt këto grupe edhe neve më shumëti i përkujtoj me atë se dunjaja është e shkurtë. Është shumë mashtruese, edhe që kjo është ajo kryesorja që i mashtron njerëzit. Këtë që i mashtron bëhet për shkak të dunjajës. Allah e ka përmend në Kur'an, dhalika bi annahu mustahabbu al-hayat ad-dunya 'ala al-iman. Kjo krejt ndodh për shkak se ata dashnin dunjajën më shumë se imanin. Al-malu wal-banun zinatu al-hayat ad-dunya. Pasuria dhe fëmijët janë veç zbukurim e jetës kësaj bote. Wa kullum atihi yawm al-qiyamati farda. Secili ka marrë ditën e gjykimit veç vet ka marrë. Edhe për fund, Allah thot wala takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Mos të tradhoni Allahin, as mos të tradhoni pejgamberin, duke ditë se ju e dini këtë boll mirë,